بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, falën dhe ndihmën vetëm prej Tij e kërkojmë. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, Allahut jemi falendërues që na ka udhëzuar në Islam. Atij drejtohemi me kërkimfalje për lëshimet e gabimet që i bëjmë, duke shpresuar që do të na falë dhe duke shpresuar që na i pranoj veprat e mira me cilat na i fshin të këqijat, dhe atij i drejtohemi me madhërim, sepse është i vetmi që meriton madhërimin. Ai është Zoti i qiejve dhe tokës, është Zoti i Arshit të Madh, është Zoti i melajkeve, xhinneve dhe çdo gjëje në ekzistencë, pa lejen e cilit dhe pa fjalën e cilit nuk mund të ekzistojë asgjë, dhe pa fjalën e cilit nuk ka as fuqi e as lëvizje. Prandaj edhe udhëzimi jon në këtë rrugë, namazi jon, ibadeti jon, veprat tona, prezenca jon këtu, këto fjalë që po i flasim, këtë ditori që e posedojmë dhe për cilën flasim, e tëra kjo ndodh vetëm me miratimin dhe lejen dhe kaderin e Allahut Azza wa Jall. Prandaj edhe duhet jemi falendërues që na ka udhëzuar. E pas kësaj, vëllezër të dashur, vazhdojmë me rrugtimin ton në për biografinë e njerit më të suksesshëm, njerit më të mirë, njerit më të dashur, mësuesit të butë e të ëmbël dhe vulës e pejgamberisë, i cili erdhi mëshirë jo vetëm për njerëzit, po për gjithra botë, për të gjitha botrat. Dhe atë Allah Azza wa Jalla e bani pishtar të udhëzimit, e bani argument në tokë për çdo njeri, e bani argument për çdo kant, nëse mendon ndonjëherë që jo valla kjo pjesë e dinit nuk mundet me u praktiku, nuk mundën njerëzit me e bajt, kjo pjesë e dinit nuk është për njerëz, po është për melajke, Allah Azza wa Jall e bani argument pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam me u tregu njerëzve që ky din është për njerëz. Prandaj edhe gjejmë të dërguarin ton sallallahu alaihi wasallam më të kompletuarin e njerëzve dhe robin më të përsosur para Allahut Azza wa Jall. Dhe në takimin e kalum kemi folë për ngjarjet e haxhit lamtomirës, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Arafatit u mbajti njerëzve një ligjërim. Pra, shkoi në Arafat para namazit të drekës, dhe me të hy koha e drekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fali namazin e drekës 2 rekate, pastaj namazin e ikindis 2 rekate, dhe ju ligjëroi njerëzve një hutbe të shkurtër. Një hutbe të shkurtër, por përmbledhese, ku përfshiu tema të rëndësishme për njerëzit, të cilat e përkufizojnë, do thotë, këtë din edhe këtë fe. Dhe e kemi përmend, do thotë, që dita e Arafatit ka një rëndësi të veçantë, një rëndësi të madhe tek Allah Azza wa Jall. Dhe është e rëndësishme për çdo musliman. Veçanërisht pjesa prej drekës deri në perëndim të diellit, ku udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na mëson se muslimanët që shkojnë në haxh duhet me qëndru në vendin e quajtur Arafat.
Pra edhe vendi quhet Arafat, edhe kjo ditë quhet Arafat. Dhe për shkak të rëndësisë së kësaj dite, është transmetuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë kohë e ka shfrytzuar duke bë dua. Duke bë dua në mënyrë të vazhdueshme, që i bën diku 4-5 orë. E kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vetëm duke bë dua. I hypur në kafshën e tij dhe duart e ngritura dhe duke lutur Allahun azza wa jall. Kjo gjendje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka shty njerëzit me mendu që mos ndoshta për shkak të vlerës së madhe të kësaj dite, pejgamberi Allahut është duke e agjëru këtë ditë. Edhe ne e dim që ata të cilët nuk janë në Arafat e kanë sunet të agjërojnë këtë ditë, sepse ajo i fal mëkatet. Dhe tash njerëzit kur e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe në Arafat, duke bë lutje vazhdimisht, edhe se kanë vrejt apo han, as po han, apo konsumon diçka, kanë menduar që mos ndoshta është duke agjëru. Dhe kanë nisë me diskutun me vetit, disa të thonë është të agjëru, disa tjetër të thonë jo se këtu jemi në haxh. Për me mbyll këtë diskutim, nana e besimtarve, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Mejmune radhiyallahu ta'ala anha, ja jep dikuna një tas me qumësht, edhe ja çojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e merr pejgamberi alaihi salam edhe e pin qumshtin në praninë e njerëzve, ku të gjithë do thotë e shohin. Edhe me këtë ju bëhet e qartë që agjërimi i ditës së Arafatit nuk është për ata të cilët janë në haxh, por është vetëm për ata që nuk e kanë pas kader me marr pjesë në haxh. Ndërsa ata që në Arafat atë ditë konsumojnë ushqime, madje Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu e transmeton hadithin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yawmu Arafata wa yawmu an-nahri wa ayyamu at-tashriqi 'iduna ahlul Islam wa hunna ayyamu aklin wa shurbin." Thot, dita e Arafatit, dita e Bajramit dhe ditët e të shrikut, do të 3 ditët në vazhdim, janë festa jonë, neve muslimanve. Dhe ato janë ditë të ngrënjes dhe pirjes. Pra, në ditë feste, muslimani nuk bën të agjërohet. Ndërsa, dita Arafatit, për ata që nuk janë në Arafat, lejohet të agjërohet. Kurse për ata që në Arafat, për ta është ditë feste dhe nuk agjërojnë. Dhe me këtë pra u bë e qartë një prej dispozitave shariatike se si qëndron suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe praktika e tij rreth ditës së Arafatit. Pastaj përmendet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë ditë ju tha njerëzve, ja u shpjegoi do thot realitetin se çka është Arafati. Dhe tha: "Arafatu kulluha mawqif warfa'u an batni urana." Ju tregoi do thot që nuk është vetëm veni ku po rrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Arafat. Mirë po, komplet ajo ajo hapësira që e kanë njoft njerëzit se quhet Arafat, ka thënë kjo komplet ky territor llogaritet edhe është legjitime me qëndru atë ditë. Pra në natën e Bajramit, është legjitime me qëndru aty. Pa marrë parasysh a jenë në fillim të Arafatit, a në mes të Arafatit e Xhebalur Rahma, apo në fund në pjesën tjetër, nuk prish punë. Kudo që qëndron,
pranohet dhe llogaritet pra si pjesë e haxhit. Por ju ka thënë warfa'u an batni urana. Përveç ka thënë largohuni prej luginës urana. Do të thonë një lugin e vogël aty në Arafat, për faktin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pëlqyer të qëndrohet nëpër lugina, sepse aty mundën me rrjedh vërshimet dhe ka, do thot, urtësitë të tjera. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a ditë ka thënë waqaftuha huna wa arafatu kulluha mawqif. Ka thënë ona jam nal çtu, në çet vend. A më dini se komplet Arafati është vend qëndrim. Dhe këtë ka sqaruar që pastaj mos me ardh njerëzit e me thonë që nuk vlen qëndrimi ose qëndrimi larg kodrës Rahme, Jebelur Rahme, pra kodrës Rahme, kodra mëshirës, qëndrimi larg kësaj është më i pavlefshëm se sa qëndrimi në të ose afër saj. Prandaj ju ka thënë, unë çtash po nalla çto, është thjesht një qëndrim, ndërsa komplet Arafati është vend qëndrim ku bëhet ibadeti. Pastaj përmend Yazid ibn Shayban radhiyallahu ta'ala anhu, thot pat ardh në ditën e Arafatit Mirba' al-Ansari, ibn Mirba' al-Ansari, përderisa ishim do thot në Arafat dhe ju drejtu njerëzve dhe ju tha inni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ileikum yaqul. Tha on jam i deleguar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kom ardh me ja u përcjell mesazhin e tij, i cili ka thënë kunu ala mashaa'irikum fa innakum ala irthin min irthi Ibrahim. Pra qëndroni në vendet e shenjta qysh i kanë llogarit njerëzit si pjesë të haxhit, sepse ju jeni në një trashëgimi të Ibrahimit alayhis salam. Për faktin se arabët e kanë pas domethënë të trashëguar me fenë e Ibrahimit alayhis salam. Ismaili, cili ka qenë pejgamber, ka jetuar në ato troje, edhe e ka prediku do të thot Islamin, fenë e Ibrahimit alayhis salam. Dhe kjo ka qenë e përhapur në mesin e arabëve. Përveç, duke kalu koha, bidate të ndryshme, ideologji të ndryshme, pastaj e kanë shtrembruar realitetin. Amo ka pas sene që kanë mbet, sikurse, do thot, vendet e shenjta. Arabët kanë bë haxh gjithë. Pe Ibrahimit alayhis salam tek ne kanë bë haxh. Edhe janë ditë parafërsisht ku është Arafati, ku është Muzdelife, ku është Mina, i kanë ditë këto. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka thënë kunu ala mashaa'irikum, rrini në për ato vendet e shenjta çush i keni llogarit më herët, sepse ju jeni në një prej trashëgimive të Ibrahimit alayhis salam, e cila ka mbet, do thotë mësime që hala kanë mbet prej fesë Ibrahimit alayhis salam. Atë ditë i vin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam disa njerëz prej banorëve të Nejdit. Nejdi është ajo farë krahina, do në Gjezira Arabe ka dy krahina kryesore. E ka Hijazin edhe Nejdin. Hijazi është pjesa ku ndodhet Mekja, Medinja, ndërsa Nejdi është pjesa ku ndodhet domethënë Kasimi tash, Riyadi e tutje. E thot sahabiu i ndershëm Abdurrahman ibn Ya'mur ad-Dili, thot ju kon i pranishëm kur patën ardhte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Arafat disa njerëz nga banorët e Nejdit, krahinës së Nejdit, domethënë e cila ka qenë e largët, krahinë e largët. Tash në ditë sotit rruga prej Medinës në Riyad
me vetur i bën diku 8 orë. Plus pej Medinës në Mekë në këtë anën tjetër i bën edhe një 5 orë, do thot me vetur janë 13 orë rrugë. I bjen diku 1000 kilometra besoj që po. E këta kanë ardhur prej Nejdit. Ju ka shku fjala që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po don me bë haxh, e kanë ardhur prej Nejdit, asaj krahinës së largët në Mekë. Dhe kur kanë arrit aty, kanë arrit pak me vonesë, edhe ju kanë drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kanë thënë ja Rasulullah, kayfa al-hajj? O i dërguari i Allahut, çish është haxhi? Tash kena ardhur, çka duhet me bë? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u ka shpjegu realitetin e haxhit, ka thënë el-hajju Arafa. Haxhi është qëndrimi në Arafat. Ky është kushti kryesor i haxhit, i cili nëse nuk realizohet, haxhi nuk llogaritet. Është shart, kusht. Pa ta nuk ka haxh. Ka thënë haxhi është Arafat, qëndrim në Arafat. فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. Thot kush ka ardhur në Arafat, ka qëndru një pjesë të kohës para namazit të sabahut, të natës të Arafatit, atëherë thot e ka kompletu haxhin e tij. E ka kompletuar kushtin kryesor të haxhit. Pastaj nëse ka shkelje tjera, ato ka zgjidhje për to. Ka zgjidhje, ka raste kur duhet me prej kurban, ka raste kur duhet me dhënë sadaka e kështu me radhë, ama Arafati si të hub, s'ka mundësi me e harnu haxhin, më kërqysh. As nuk vlen me thënë, ani me prej një kurban, jo. Po me dhënë sadaka diçka, as kjo s'vlen. Ndërsa shkeljet e tjera, përveç qëndrimit në Arafat, nëse bëhet diçka, mos qëndrimi në Mina, mos qëndrimi në Muzdalife, shkelja ndonjë rregulle të ihramit, kështu me radhë, ato harnohen, shpaguhen, theret, në varet sipas rregullave, ose duhet më thërë një kurban, ose duhet më dhënë sadaka. Ama Arafati, dita Arafati, qëndrimin e Arafat, nuk ka zavendësim me asgjë. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka thënë, kush e arrin me qëndru në Arafat, qoftë edhe një kohë të shkurtër para namazit të sabahut, atëherë e ka plotësuar do thot kushtin e haxhit. A ditë pra tham që Arafati është ditë e lutjeve edhe duas. Dhe përmendet do thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë ditë qëndronte duke lutur Allahun azza wa jall me duar të ngritura, kanë thënë sikur ai i ngrati, i varfëri kur të lypi dikuna. E ke pa? Kjo është edhe tash natyrshmëria e njerit, instinkti i njerit. A ka rastis me pa njerëz që lypin, edhe kur t'ju lodhen durt, tani së një marrë njësës asë qështu, dikura edhe i lëshojnë, kjo është qëndrimi i personit që lyp, ose kështu, e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu i ka marrë durt e tij vazhdimisht në ditën e Arafatit, duke e lutur Allahun azza wa jall. Edhe në një formë duke shpreh për ulësi para Allahut azza wa jall. Që ato kanë përshkruar si kestit'amil miskin, sikur se çu lyp njeriu i varfër, i ngratë, që ashtu ka qëndru duke e lutur Allahun azza wa jall. Thot Usama ibn Zejdi radiallahu ta'ala anhu, kuntu radifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat, fa rafa'a yadayhi yad'u. Ju më kanë thot i ulun bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në deve mbrapa tij, e thot ai ngriti durt për me u lut. فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه
wa huwa rafi'un yadahu al-ukhra. E thot duke u lut, i ra kopreshi i devës. I ra kopreshi i devës dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot nuk i uli dy durt. Mi po njënën vazhdoi me e majt të ngritur e me dorën tjetër e kapi kopreshin edhe e tërhoqi. Pra, që kallëzon se rëndësinë e lutjes atë ditë. Që kjo është sa një thjesht, apo? Vesh më ul me kap sa më thënë 5 sekonda t'i merr. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka dashur as çato 5 sekonda me i ik mos me bë dua tek Allahu azza wa jall në ditën e Arafatit. Për shkak se edhe ai vetë na ka tregu ku thot khairu duai duau yawmi Arafa. Thot duaja më e mirë. Duaja më e mirë është duaja e ditës së Arafatit. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Thot fjalët më të mira që i kam thënë unë edhe pejgamberët para meje janë këto. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. A ky do të më qenë dhikri më i shpesht në ditën e Arafatit. Sa aty është duaja më e mirë, edhe këto janë fjalët më të mira. Edhe vendi më i mirë, koha më e mirë. Ka deshur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me mësu ummetin e tij çysh me i bashku tona të mirat me një vend. E kjo është. Duke qëndruar në ditën e Arafatit, durët e ngritura, duke bë dua, pa as nuk u ul pejgamberi sallallahu alajhi wasallam buk me hangër. Veç që tasin me çumsh që kanë çuç ato ka pi edhe u kry. Nuk ka desht me i ik koha e duas. Edhe kjo është, vahën dikush nëse ju kanë harxhu lutjet mos po din çka më bë, tash më thon hajt se s'po di çka më lut. Jo. Vazhdoj e dhikrën la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Deri në perëndim të diellit. Kjo është domethënë vepra më e mirë, edhe suneti më i mirë. Edhe nëse don me ditë dikush ç'është duhet me vepru më së miri në ditën e Arafatit, cila është forma më e përsosur me kalu ditën e Arafatit, kjo është. Duke lutur Allahun azza wa jall, duke mos e ndërpre me asgjë, edhe kur s'di çka më lut më e vazhdon këtë dhikr që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Jabiri radiallahu ta'ala anhu, në ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin afdala inda Allahi min yawmi Arafah. Thot nuk ka në ditë më të vlefshme tek Allahu se dita e Arafatit. Për netëve, kush është më e vlefshmja? Nata Kadrit. E për ditëve është dita e Arafatit. Thot yanzilu Allahu ila as-sama'i ad-dunya fayubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama'. Edhe këtu ndodh e njëjta ç'është ndodh në natën e Kadrit. Thot zbret Allahu azza wa jall në qiellin e dunjas. Dhe krenohet para me lajkeve me njerëzit e tokës, me banorët e tokës. Dhe ju thot unzuru ila ibadi shu'than ghubran dahin ja'u min kulli fajjin amiqin yarjuna rahmati. Thot shikoni robrit të mi, flok shprishur, të pluhrosur, në vapa nxehtë të madh, kanë ardhur pe çdo çoshe të tokës duke shpresu mëshirën time. Do thot, kjo është vepra me cilën Allah azza wa jall lavdrohet para me lajket. Me lajket janë pra krijesa që s'kan bë mëkat, kur as s'bajnë. Edhe në të pastërta, të pa mëkate. Me gjitha të para tënve Allah azza wa jall lavdrohet dhe i thot robrit e mi. Këta janë robrit e mi. Me gjithë domethënë lodhjen që i ka kaplu nxehtin e madh, uria e tjera, vazhdojnë pe larg kanë ardhur edhe vazhdojnë
në këtë vend me qëndru. Walam yarau adhabi. Megjithë qëndrojnë edhe pse kur se kanë pa dënimin tim. Qëndrojnë hala se kanë pa dënimin tim. Falam yura yawmun aktharu itqan min an-nar min yawm Arafa. A thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka në ditë ku ka mas shumë të liruar prej zjarrit se sa dita Arafatit. Nuk ka domethënë ditë kur Allah azza wa jall liron mas shumë të njerëz prej zjarrit. Andaj kjo na jep me kuptu domethënë atëfar dimensionin e madh të ditës së Arafatit, dimensionin gjigant të ditës së Arafatit. Edhe tash para mendo në këtë ditë, kur Allah azza wa jall zbret në qiellin e dunjas pe arshit ti, kur i afrohet robërve të vet, edhe i shikon në ditën e Arafatit, edhe pret pe robërve të vet që ata atë ditë me adhuru, atë ditë me madhru Allahun azza wa jall. Edhe ka asi shejtan, asi idiota, edhe asi të poshtër, që në këtë ditë mëshire shkojnë edhe hidhrojnë Allahun azza wa jall si kur më herët. Thonë, ka njerëz asi kategorie që në ditën e Arafatit bëjnë në Arafat, bëjnë marrine që s'ta merr mendje. Pej atënve dhe më thënë neglizhentëve, të cilët qatë kohë kalojnë ty flajt, të cilët e kalojnë ashtë në telefon, të cilët e kalojnë ty bo muhabete palidhje, të cilët e kalojnë ty shëtit në para të farë shqitore të vogla të Arafatit, e deri të ato të cilët pastaj bëjnë muhabetet, kota, e debate, e polemika në Arafat, tek ata të tjerët të cilët folin fjalë të fllihshta e shajnë në ditën e Arafatit, që vetë në harami dëgju me vesht, tek ata të tjerët të cilët vinë edhe bëjnë aty bidate, edhe të tjerët të cilët bëjnë kufriate. Pa në den që të mos. Që të njeri është shumë ignorant, edhe shumë zullumqar, qysh e ka përshkru Allah azza wa jall. Tamam. Që shben që ditë vlefshme, po veç ajo në të diskutu ulemaja, a pas ka dikush që ka thonë e kujdese që kjo punë është bidat, është ndalume, është punë e ullët. Veç pse po diskutohet për shkak të vlerës së madhe të asaj dite, duhet murujt bre, duhet murujt. Ata qatë ditë bëjnë të li çfarë marrime. Qatë ditë që aty në Arafat, bëjnë të li çfarë rjaje, me ihrama, foto, postone për internet, gjëja se po lutemi, po bojnë dua, gjëja se po falemi në Arafat. Edhe shpërndaje në përbot, Allah azza wa jall piprej që aty me adhuru. E këta leqës për adhurojnë, bile të paktën, që ka më thënë më burë, nëse si të mujtë me adhuru, bile, që ka thoshe e maleta, bile flajnë. Apse kjo s'është, do më thënë, kjo është dështim. Ama bile të paktën flajnë, ose rriqë aty, si që ka më thënë, si një pëm, si një guri që as lëvizë, si që vesh rriqë aty. Ama për kundrazi, e shkelin fejnë e Allahut azza wa jall, e përdhosin, bëjnë të çfarë bidati, ma me kalu ka shatorat e sufive, audhu billah. Inin ato fardhikret e tënve, t'ju sill në për shatorat të Arafatit, t'ju bërtit, hu. Asnjë ku shkon këtë kalon ka shatorat e shijave. Inin t'ju bë shirk në Allahun azza wa jall, t'ju madhru Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, aty ku si takon. Thot, është merr. Pastaj ata të tjerë domethënë, të cilët as nuk e besojnë që Allahu zbret. E gjithë që ta të bohen aty në Arafat. Në ditën kur pritet që Allah azza wa jall mi fal, kur mas shumë t'i liron, çka? Liron pezjarin. E këta e përdhosin. Kjo është do të thotë rrezik i madh. Rrezik i madh. Se kur dikuna ja bën një të mirë, ja ofron një
një diçka për cilën ka nevojë. Marrë shembull, është një burgosur me një burg ku torturojnë të mërshëm. Llogaritni tash të pamjet frikë keni patë në Siri. Të burgosur, disa kate në tokë, edhe as dritë s'kan terë me ditë pa hangër e pa pi, të torturuar, a ti po shkon pja qel dere, a pju thu, hajdi. A janis të shanë, të ofendon, e të gjun me gur, e thët baju, one qëtu du me nejt, shporu, largohu, ti e kështu, e ti e kështu. Robi është duke e bo një punë më të poshtër se kjo. Allah Azza wa Jalla ja u ka mundësu që këta me arrit çlirimin pej zjarrit. E këta për thënë, hopti se në Aliun e kena Zot. Audhu billahi lart, i madhruar qoftë Allahu prej kësaj. A tjetëri thot, hu, kush është ky hu? E adhuron Allahun me gjana që nuk i ka legjitimu. Ky tjetëri thot, po çfarë të zbrit një marë Zotis, s'është as në tokë, as në qiell, as mrena, as jashtë botës, as kërku hiç. Ofendime trona janë këta. Edhe presin që Allahu mi fal. Allahu të fal, veç atëherë kur je të shku rrugës drejt. Veç atëherë kur je duke shku ka Allahu. Jo ti të shku ka iblisi, atje ti të shku ka bidate, atje ti të shku ka shejtani, ti si të lutë Allahun, je të lutë pasaj dikon tjetër. Prandaj, do thot, është marri, është për mu çudit, për mu habit, dhe ku mujnë me mri njerëzit të në këtë mshirë të Allahut Azza wa Jall në ditën e Arafatit me përdos. Dhe të regon Anas ibn Maliku radiallahu ta'ala anhu, thot, atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndroi në Arafat, derisa dielli më u afru afër perëndimit, dhe pastaj i tha Bilalit, o Bilal, thuju njerëzve le të heshtin edhe le të më dëgjojnë, ose thuju njerëzve le të mavnojnë veshin. Dhe Bilali ju bërtiti njerëzve, për shkak se kishte zërin kumbues, e njerëzit filluan me u përqëndru në atë çka po don me thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi alaihi salam ja u përcolli njerëzve një lajm madhështor. Një lajm të papërshkrueshëm, që kush u ka në ditë aty lum për ta. Dhe i tha, ma'ashara an-nas, atani Jibrilu alayhi salam anifan fa aqra'ani min rabbi salam. Tha, o ju njerëz, tha para pak qasësh, o merë Gjibrili alayhi salam, edhe ma pruni për shëndetjen e selamin e Allahut. Dhe tha, inna Allah azza wa jalla ghafara li ahli Arafatin wa ahli al-ma'shari wa damina anhum at-tabi'at. Dhe tha, vërtet Allahu ja u ka fal gjithë këtënve shka të pranishëm në Arafat edhe në venet e shenjta, ja u ka fal mëkatet të gjitha. Wa damina anhum at-tabi'at, edhe të gjitha gabimet ka vendos me shly. Thotë ky është një selam madhështor. Një selam madhështor. Tash ti para me no, jenë çato momente edhe po të vjen drejt për drejt selami prej Allahut Azza wa Jall. Edhe Allah Azza wa Jall e din që ti je aty. Edhe kur po thot dërgoja u selamin, ka fjalën e për ty. Apo thot kom fal. U qua Omer ibn Khattabi i tha, ja Rasul Allah, hadha lana khasah. Tha i dërguari Allahut, a është kjo e veçantë veç për neve këtu? Tha hadha lakum, tha kjo është për ju. Wa liman ata min ba'dikum ila yawmil qiyamah. A tha për gjithë ata që vinë mas jush deri në ditën e Kiametit. Edhe aty Omeri radiallahu ta'ala anhu thiri, edhe tha kathura khairullahi wa tab. Tha u shumë fishu e mira e Allahut edhe u zbukuru. Kreta ato hadithe shka i dëgjume që Allahu zbrete, kreta shumë bukra. Ama që ta shkë në arë selami,
drejt për drejt prej Allahut azza wa jall, që ju kum fal, që to ma, kjo isha kapaku. Kjo ish kapaku. Kethura khairullahi wa tab. U shumë fishua mirë Allahut edhe u zbukuru. Prandaj, me të vërtetë është, do thot, është shumë bre do të më konë njeri i poshtër, është shumë do të më konë ignorant, është shumë do të më konë i prisht, e i fliqt, e idiotet, të në të zezat, që ditë me ja këthy Allahut ashtë. Me ja këthy me të li qëfar kufri, me të li qëfar shirkë, me të li qëfar bidati, me të li qëfar. Shumë do të më konë i poshtër. Ama, ka adhasit poshtër. Në ditë sotit bele shumë. Dhe atë ditë, Allah azza wa jall jasbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thot, me thënë, ajo ditë ish veç taban që ka përshkruar Omer ibn Khattabi. Kethura khairullahi wa tab. Ka pas mirësi shumë atë ditë. Shumë ju kanë ardhur njerëzve mirësi. Edhe një prej mirësive madhështore ish ajeti që i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga surja Maida, ajeti i tretë ku Allah azza wa jall i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Tha sot jau kum përsos fen e juj, e kum kompletu mirësin time, begatin nimetin tim nda jush, dhe jam i knaqër, pra e kum zgjedh islamin për juve fe. Ky është ajeti që i ka zbrit atë ditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ky është një qasi kapaku për dinin e Allahut. Edhe mas kësaj dite ma, nuk ka zbrit asnjë dispozit. Dejnë këtë ditë që kanë zbrit dispozita, ajeti kuranore, me halal e me haram, këtu u mbyll. Edhe duhet veç logjikisht njëri me mendu pak në që të ajet këfilët. El-jaume akmaltu lakum dinakum. Sot jau kum përsos. Nuk ka thënë të kjo para atmamtu lakum dinakum. E kum kompletu. Ama e kum përsos. Se bida gjithë janë të poshtë dhe të fleqt, edhe të shkon rënditja pak më ndryshe, kishën thënë apeshe, këtu Allahu ka thënë veç e kum kompletu, ama nisan kur të kompletohet, ka hala hapësir të përsoset. Kishën thënë, s'prish pun, mo që me kënu me vludin, si kur ta shenë të bo në këtë muj, që e quajnë muj me vludit edhe madhrojnë, e për kundrazi e kanë bo muaj të skëterës. E në jemi, dhe më thënë dëshmitar, pardje, kur ke, dhe më thënë eklipsi. A eklipsi nuk vjen, dhe më thënë se koti. Ajo është mesazh prej Allahut azza wa jall. Në qëtë muj, kur këta janë qupesh në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bëjnë të çfarë marrine, ndohen me festu datlindjen e tij. Hajde në ditën, tani qëshit, dohen me asifar rritin që kanë me knuat poezin, disa tjerë të bohen këshe po majna ligjerata për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa tjerë thëjnë, hajde për datlindjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta bojna në punë të mirë, t'japëm në sadaka ose në dhikr ose çështësane, çëshit. Ama asnjëna nuk është legjitime. Kreta janë sene të sajuara, të shpikura. Asnjë s'është legjitime. Sa ditë Allah azza wa jall ka thënë, e kom përsos, si kom lënë juve asnjë qyshe me thënë që ky muri ta kish pasur një vit që ashtu ish dok më mirë. Allah azza wa jall në Islam s'ka lënë sen hiç. S'morësh me thënë që kjo ti shkon pak më kështu, i shkon më mirë. Jo. Se ka thënë ekmeltu, e kom përsos. El kemal është përsosuria. E ky din është i përsosur.
Nuk kena nevojë na për pallavrat e filonit të festekit, me kallëzu që apo duka, as po duka me festu, domthon datëlindjen në thojza, datëlindjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se domthon nuk e din kur ka lind pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ditë me datë, nuk e din kërkush. Ka hamendje, ama sakt nuk e din. Ama data vdekjes dihet. 12 Rabi'in al-Awwal. E këta çat ditë e festojnë. Me vludi. Po ktheu në histori pa këtyre kush e ka nis këto? Ma të poshtër të këtyre tokës, të cilët i bëjnë shirk Allahut Azza wa Jall me një prej robërve dashur të Allahut. Në Fatimit, Shia. Pse quhen Fatimije? Se e kanë domethënë e kanë ndjek rrugën e Fatimës, gjojase. Shia. Çeta e kanë shpik bidatin e me vludit, ata shtyli çfarë kastraveci, shtyli çfarë baloshi qohet, me vludi, ani nësë po të qomi me knu, po s'prish pun me dhënë sadaka për, që shbe s'prish pun? Së bën idiot, së bën balosh, së bën kastravec, se pejgamberi sa më kish dit me kalzu më konë, a s'ka dit me fol, a qka? Sahabët s'kan dit me fol, budalli më konë, a qka? E natash me dalë matë meqëm më kalzu që s'ka gajle këtu në veshina, pse muj tjertë nuk e bën këta? Amo po duka veç me ardhë dita dhe muji, tani me fol nga për jetën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Edhe aty ka shirkjate pastaj në të farë me vludin e tënve. Se vjen momenti, thojnë, tash për nder të shpirtit pejgamberit, qomin kam, edhe qomin këtë në kam, edhe bindja atënve është që tash shpirti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po vjen edhe po prezanton atyn me vlut. Çto me bën muslimani me men krya? Jo ty bese ban. El yawma akmaltu lakum dinakum. Sot e kum përsos fenë juaj. S'ka nevojë me ardh të far baloshë më na kallzu çka ka më shumë feja jam. Wa atmamtu alaykum ni'mati. E tani të nimeti, ka thënë e kum kompletu nimetin tim. Wa raditu lakumul islama dina. Edhe e kum zgjat dhe jam i kënaqur që ky islam që u plotsu çetash, që ky më qenë fe për juve. Jo ai islami murxhive, islami e sharive, islami i sufive, i shijave, jo, ai është tjetër fe. Ai është murxhizëm, ai tjetër është kaderizëm, ai tjetër është shiizëm, ai tjetër është xhavarizëm. Islami është i pastër. Ai është fe tjetër. Ai është shpikje tjetër. E Allah Azza wa Jalla është i kënaqur me ne me fenë e Muhamedit, të cilën e ka kompletuar çat ditë. Çka të vjen mas asaj dite, çka sukon din në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur s'ka më bë din, deri në ditën e Kiametit. A nëse dikush del, a mundohet me filozofu. Mundohet me thon, po ka bidate të mira, ka ato të këqijat na si bojnë, apo bidate të mira s'prish punë mi bë. Pallavra, filozofi. Se na kem fëmijë këtu me lut me trunin ton, a pas ka bidate të mira, as pas ka bidate të mira, ai tjetri qot si imbecil thot, po mirë ju pse sot po veshni, mundohet me ul debatin, mundohet me përdhos sunetin. E pse sot ju po veshni brek, atëre pejgamberi sa them s'ka vesh brek. A so bidat kjo? Ni me par Zotin shuplaka gojës me ti, do ti po na kallzon neve se fëmijë kem na, ma na pruk si krahasime. A kemi qarë që ka është dini, e kemi qarë që ka është suneti, edhe kemi qarë që ka bidati. Këto pallavrat merrin qërin shpite juja. Andaj, njeri do të mu këfil, jo vetëm ato që janë bidat, më zvetë për ta se transmitimet në kallëzojnë që rrallë e për malë, me pak i në gjenë në histori, njerëz që janë pëndu për bidatit. Asu që kanë koka në bidat, që kanë kultivu dhe kanë promovu bidatin. Pak kanë histori që janë pëndu për bidatit. Ama këto fjalë ma shumë janë mikfil ata njerëz të cilët menojnë që këto kastraveca kanë diçka në fe.
Menojnë që këta janë të ta kallëzu fen. Do të më këfill njëri pak. Se ti pastaj hyn thes me ta. Hyn thes me ta. Para Allahut Azza wa Jall, ngjallesh me çato kon rrin, me çato kon e don. Rrin me murxhi, ngjallesh me murxhi. Vallahu unë jam murxhi, unë jam sunnet. Pse rrish vëlla me ta? Tash dush me shku me ta. Qysh kinet në dunja me ta, ditën e mirë dhe në ahiret me ta. Prandaj, do thotë këto janë gjëra të rrezikshme. Edhe momentin që ka zbrit, domethënë ky ajet, Omer ibn Khattabi ka fillu me çajt. I ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, "Ma yubkike ya Umar?" Pse po çan Omer? Thot, "Abkani anna kunna fi ziyadatin, amma idha kamula fa innahu la yakmulu shay'un illa naqas." Tha po m'vjen me kajt se na jena kon në një gjendje që u kon duke u plotsu. Ama kur të përsoset, thot çdo sen që përsoset, pastaj fillon të çka? Të mangësohet. E ka thënë sadakt, që ashtu është Omer. Edhe imani ka qenë në kulm, domethënë që të haxhin lam të mjes, çat ditë është plotsu, është përsos imani. Pra veprat e njerëzve. E pastaj prej aty e kanë ditë do thotë që është duke shku ose ka me shku ka mangësimi. Edhe mangësimi i parë pastaj që ka ardhur, e cila ka qenë edhe një lloj ndjesie për Omerin për andaj edhe ka çajt Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. Mangësimi i parë ka qenë vetë vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse nuk kanë kalu 80 ditë mas zbritjes së këtij ajeti vetë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndru jetë. Edhe Omeri kur ka kuptuar këtë, që tash feja më u përsos, u kompletu nimeti i Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë misioni ka pas? E ka pas misionin me ausjell njerëzve që të fe. E tash nëse kjo u përsos, pse ka me qëndrua ai halamën tokë? Edhe kjo ka qenë domethënë një shenjë për Omerin radhiyallahu ta'ala anhu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ndahet prej neve. Prandaj edhe ka filluar me çajt Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, sepse ju ka dok sikur një lajm i vdekjes se një të dashuri. Se më kanë në shtëpi të nejtë, të kry punë të tua, të punu dhe të vjen lajmi të ka dek nana, ose të ka dek fëmija. E për Omerin ka qenë e marrën, se me vdek nana, fëmija, ka qenë, nuk është krahasu me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vetë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, në një rast kur një jehud ju ka ofru, ai ka thënë Amir al-Mu'minin, o prisi besimtarve, "Ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alayna ma'shar al-yahud nazalat lattakhadhna dhalika al-yawm 'ida." Thënë, e keni ju një ajet, një citat pra në librin e juj, të cilin e lexoni, sikur të na kishte zbrit neve jehudve, do ta kishëm llogarit ditë feste çat ditë. Ka thënë, cili ajet? Për çka ki fjalën? "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Ajeti që e përmend. Edhe Omeri ka kthy, ka thënë, "Qad 'arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa qa'imun bi'Arafah yawm al-jum'ah." Thënë, na dina mirë se në cilën ditë ka zbrit, edhe ku kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë ditë. Ka qenë në Arafat, duke qëndruar në kam, edhe ka qenë ditë e xhumë. Do thotë, edhe e xhumaja ka qenë fest, edhe dita e Arafatit ka qenë fest. Nuk është që na muslimanë s'podina me marr festa. S'podina me bo festa. Allah azza wa jall me fenë e tij na ka tregu kur janë festat. Edhe Omeri ja ka kallëzu udhën këtij jehudije që atë ditë bashkë e ditë kur ka zbrit na kena fest. Edhe javore edhe vjetore. Javore e xhumaja, vjetore dita e
dita e Arafatit, është fest. E jo, do thot, mu qu me bo festa për të lishfar seni palidhe, pa nevojshëm. Nëse ka dikush që i ka zbrit një ajet Kur'ani madhështor, sikur se ky tash që jemi për cili jemi duke fol, që unë për jap dorën për hajër të koftë që atë ditë për bojna fest. Mos ka, dihet, nuk ka. Mu qu me bo festa, çlirimi, diçka, atë në këtë budallakine. Edhe janë pjesë, domethënë, e bidatit, janë pjesë e devijimit, sepse me zbritin e këtij ajetit janë mbyllë edhe çështja e festave. Mas kësaj, kush ka shtu fest, vetë se ka bo bidat dhe ka shpif në fenë e Allahut azza wa jall. Është e përhapur ndër njerëz një bindje që ky është ajeti i fundit i Kuranit që ka zbrit. Sepse disa kanë keq kuptuar, domethënë realitetin edhe mësimin e këtij ajetit, ku Allah azza wa jall ka thënë sot ja kum përsos fenë juaj, edhe kanë menuar që domethënë mas kësaj mos ka zbrit shpallje, se kjo kanë kapaki i shpalljes. Jo. Kjo ka qenë kapaki i urdhresave dhe ndalesave dhe dispozitave fetare. Mas kësaj dispozita nuk kanë zbrit, ama ajete kuranore kanë zbrit. Ndërsa ajeti i fundit që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ajeti i 281 i surës Baqara, ku Allahu azza wa jall thot: "Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Edhe vërtet kjo është urtësi pse është vendos ky ajet i fundit me zbrit. Se ka një mesazh domethënë sfidues edhe madhështor. Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Tash po përshëndetet shpallja me njerëzit. Edhe cili do të më kon ai far mesazhi i fundit që Allah azza wa jall po don më ia përçu njerëzve, mesazhi i fundit. Kine frik ditën kur keni më kthy te Allahu. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Edhe atë ditë secilit nefs i jepet ajo çka ka punu, edhe si bot zullum kërkuj. Kjo është e fundit. Mesazhi i fundit, domthon kontakti i fundit i njerëzve me shpalljen e Allahut azza wa jall. Edhe kjo ja vlen domethënë njëri me pas me shoqëru ky ajet vazhdimisht. Me pas domethënë çka më thon, diku me një libër të cilin ja përkujton vetes ose mrena diku në telefon të shkruame ose wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Tutuni prej ditës që keni më kthy te Allahu. Nëse don me çu shikimin dika, kujtoje këtë ajet. I ka dalë se ki më kthy te Allahu një ditë. Edhe për çka? Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Pastaj secilit njeri i jepet ajo çka ka punu. O hum la yuzlamun as bot zullum. Kjo vepër e jotja që ti po drejton shikimin dika për ato ki më pyet, ki më shpërbly për të mirë ose për të keq. Nëse shikimi jot është në të gabuarën, në të ndaluarën, vjen dëshkimi. E nëse është në të dashurën, në të urdhëruarën, vjen shpërblimi. Andaj, kine frikë Allahun, kine frikë ditën kur të ktheheni te Allahu. E ky është domethënë ajeti i fundit që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pe Kur'anit. Ndërsa ajo që përmendëm më herët për sosjen e fesë, ajo ka tregu se mas asaj dite nuk kanë zbrit më dispozita shariatike. Nuk kanë zbrit dispozita të reja shariatike. Këto dy ajete, domethënë, të dyja janë njëri për me pas me shoqëru, domethënë, vazhdimisht në jetën e vet.
Feja është e plot, s'kena nevojë për kërkon. Edhe tutju ditës së Kiametit, sidomos kur lidhet me shpikjen edhe sajimin në fe, edhe shoqërimin me njerëzit e tillë edhe e kështu me radhë. Atë ditë, në ditën e Arafatit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i erdhi një rast, një person duke qëndruar në devën e tij, devja tremët edhe rrëzon në tokë, edhe për shkak të rrëzimit vdes. Edhe ka qenë me ihram, pra në gjendje të ihramit, dhe ja bin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i tregojnë se tash çka më bë me ta. Pra, kur vin skenarët e reja në fe, njëri nuk ban me nxerr përfundime pejmenës vet. Muslimanët për ta u kanë skenari i ri, se po vdes një njeri, ama jo në gjendje të zakonshme. Sikurse gjendje e pazakonshme që është gjendja e shahidit, që vdes në luftë, pashtu edhe kjo është gjendje jo zakonshme, se është me ihram fillimisht, është duke kry haxhin, nuk i ka pra ato teshat e veta, kështu më radhë. Dhe kur ja sollën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi salam ju tregoi se çka më bë. E me pas vepru njerëzit me mendjen e vet, me nxjerr konkludime dhe me analogjitë e veta, atëherë kishte thënë po çka ka qenë ky i vdekur, edhe ai tjetri që vdes jashtë haxhit është një njëjtë i vdekur, që merrni çefinosni, parfumosni, lënë mirë ç'është duhet edhe varrosni. Kjo është, çfarë thot logjika. Ama shpallja thot ndryshe. Prandaj njeriu nuk duhet me vepru me mendjen e tij e me logjikën e tij, por duhet me lyp argumentin ku është e kus është. E na jemi 14 vite mas shpalljes, 14 shekuj mas shpalljes. Është e pamundshme shumë e rrallë mundet më kërë në i farë mesele që s'ka fol dikush për to para neve. Pej ulemave të ehlu sunetit. Prandaj kur vjen në i mesele, në i skenari ri, atëherë nuk duhet me afut për menes, por duhet më këthy tek fjallët e atynve që kanë qenë para nesh. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëron që me qefinos këtë njeri me 2 rroba, mos me parfumos, me pastru me ujë edhe sidër, dhe mos me ja mlu kokën edhe fytyrën me qefinën e tij. Pra në soza normale, njeri kur qefinoset, pështjallat mirë, komplet, me kokë, me fytyrë, me çdo sen. Edhe në fund parfumoset. Përveç në kur vdes njeri në ihram. Sepse në gjendje ihramit, njerit nuk i lejohet mu parfumos, edhe si lejohet me mbulu kokën, edhe fytyrën. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këshilluar që njëjtë me veprua kur ta qefinosin. Pështillën me 2 rroba, sikurse që pështillet njëri që është në ihram, edhe mos me parfumos, me harruj gjendjen e tij, sepse në gjendje ka mori ngjall para Allahut azza wa jall. Prandaj në fund hadithit ju ka treguar se annahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya. Në ditën e Kiametit do të ringjallët ky njeri duke bë telbije. Ka vdek në gjendje të telbijes, në ihram, i pa parfumosur, pa guxu me mbulu kokën e fytyrën, çashtu ka marrë ngjall para Allahut azza wa jall. Prandaj edhe mos e mbuloni në këtë formë. Pra këto ishin, do thotë, ngjarjet që ndodhen në ditën e Arafatit, pra në përfundimin e ditës së Arafatit, dhe këto ngjarje e shënojnë fundin e kësaj dite. Dhe pas kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas perëndimit të diellit, i mobilizon, pra i thirr musliman
dhe prej aty largohen dhe derdhen ka Musdelifja. Derdhen ka Musdelifja, të gjithë komplet nisin për në Musdelife. Ngjarje të cilat inshallah me lejen e Allahut Azza wa Jall do t'i përmendim në takimet tona të ardhshme. Por ajo që është më rëndësi për neve të marrim mësim, sepse sirja nuk është thjesht për me kalu kohën edhe me bë muhabetin interesant, po sirja është për me mësu. Sirja është për me mësu. E këtu, për kësa pjesët sirjes në nxerrëm dispozitat e haxhit, dhe një radhë njëherë me shkon haxh, atëherë kujtojini këtë ngjarje. Qysh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qëndruar një herë në ditën e 8 në Mina, i ka fal 5 namaze, pastaj u nis prej aty, ka shku afër Arafatit, ka prit një herë, masi ka hyrë dreka, ka hyrë në Arafat, e ka fal namazin e drekës 2 rekate, ikindis 2 rekate, pastaj ka marrë hutbe, pastaj ka vazhduar me dua kështu me radhë deri në fund të ditës së Arafatit. Andaj kjo është mënyra e duhur për ta bë haxhin. Besoj që me kaq për sonte do të përmbyllim, e inshallah në takimet e tjera do të flasim për pjesën tjetër të haxhit, sepse haxhi ka zgjat më shumë se sa umreja. Umreja kryhet për 2-3 orë, ndërsa haxhi zgjat më shumë, pra zgjat me ditë e ne vetë se jemi duke e përshkruar. Tash u bë dita e sa? A të kujtohet? Për kur ka nis haxhi? Në dita e dytë. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shkuar pe ditës së 8 i ka vesh ihramat, edhe ka shkuar në Mina. Tash jemi në ditën e 9, e cila është dita e Arafatit. Sepse dita e 10 e Dhul-Hijjes është dita e Bajramit. Prandaj jena në ditën e 9. Kjo është dita e dytë e haxhillit. E ne nuk na mbetet tjetër vetë se ta lutim Allahun Azza wa Jall që na begatoj në këtë dije, na mundsoj që ta mësojmë mirë dhe të punojmë sipas saj atëherë kur na nevojitet, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që na fal, na të i kaloj gabimet, na të i kaloj mëkatet, na udhëzoj në rrugën e drejtë, na udhëzoj në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në momentet e fundit të kësaj jete. Dhe në botën tjetër na ringjall me njerëz të mirë, me shahida, me siddiqa dhe me pejgamber, dhe të na strehoj në xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa atubu ilayh.